këtë periudhë, policia e shtetit vijoi të drejtohej nga Haki Çako dhe më pas nga Ardi Veliu, i cili u emërua në shkurt të 2018-s. Sigurisht problematikat që pati ai me protestat e shumta të opozitës dhe përdorimin për herë të parë të gazit lotësjellës dhe në masë kundrejt protestuesve e bëri ato një figurë të urryer tek opozita, tek liderët e opozitës dhe sigurisht sulmet nuk vonuan dhe nuk munguan kundrejt atij. Mandati i Xhafajt u shënua nga vijimi i operacioneve kundër krimit organizuar dhe bashkëpunimi me autoritetet italiane, por u trondit rënd nga çështja e vëllait të tij, i dënuar për trafik droge në Itali. Mendoj që gabimi i tij dhe kostoja kryesore zoti Xhafa ishte lidhet me natyrën e tij politike. Ai ishte një figurë shumë e njohur politike dhe është figurë me përvojë, por deri diku në formimin e tij politik, ai nuk ka pranuar kurrë idenë që në shoqëri ekzistojë një palë tjetër politike që mendon ndryshe. Operacioni i famshëm i goditjes grupit Shiakut apo grupeve të Durrësit pa autorizimin e kryeministrisë e bëri që të ishte një ministër i cili më shumë merrte porosi nga ambasador sesa nga partia e tij dhe deklarata e famshme e Edi Ramës, ministri që i gjuan me gur shtëpisë së tij. Pra fakti që ai arrestonte njerëz me porosi të ambasadorëve dhe jo me lejen e kryeministrit Rama. Fatmir Xhafa i përket shkollës së vjetër të Partisë Socialiste, një person i cili e njeh shtetin, e njeh ligjin dhe mendoj që fakti që ai kishte dhe një raport shumë të mirë me ndërkombëtarët, kryesisht me gjermanët dhe me amerikanët, u pasi një problematik shumë të madhe për kryeministin Edi Rama, i cili nuk lejon që askush tjetër të ketë kontakte apo të ketë, si them, fjalë në vesh nga partnerët ndërkombëtar. Kjo u kthye në një betejë të fortë politike dhe në një krizë besimi për qeverinë, duke detyruar Xhafajin të jap dorëheqje në vjeshtën e vitit 2018. Fakti që kryeministri e ndërshkoi nuk lidhet me incidentin që ndodhi me vllain e tij, por lidhet më shumë me bezdin që i krijoi dhe koston politike që i solli. Në nëntor të 2018-s, Ministria e Brendshme u besua Sander Leshajt, i cili qëndroi me detyrë deri më 10 dhjetor 2020. Mendoj që në vijim të logjikës për zotin Xhafaj, zoti Rama kërkoi një ministër i cili të kishte një lloj afërmiteti me opozitën, të ishte i pranueshëm publik dhe krijonte një imazh ndryshe. Dhe zoti Leshaj ka qenë një nga generalet e periudhës qeverisë djathtë me përvojë gjatë drejtimin e ministrit e mbrojtjes. Dhe ushtaraku i dytë, por i pari me gradë lartë, por ushtaraku i dytë pas Bujanishanit, i cili merr drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Në këtë periudhë, drejtimin e policisë e kishte sërish Ardi Veliu. Zoti Leshaj e pati pamundur për pasur bilans pozitiv për dy arsye. Spari për shkak se drejtori i përgjithshëm i policisë vazhdoi të ishte i njëjti i emëruar, zoti Veliu i emëruar më përpara, i cili konsiderohet një nga drejtorët deri diku me militant dhe gati me paf që ka pasur policia, dhe si i tillë dhe gjithë struktura e policisë të vepronte ndryshe paralelisht me ministrin. Nuk mundet një ministër i brendshëm të ketë sukses nëse nuk është deputet dhe nëse nuk ka përkrahje politike në parti. Zoti Leshaj ishte njëri i huaj për Partinë Socialiste.